Pse jeni orë sonte këtu? Kemi ardhur për shatën e LDK-s. Çka pritni prej Lumir Abdixhikut? Presim fitore, presim një ardhmë më të mirë për Kosovën. Mjaft me këto ofendime që bën kryeministri tanishëm. Ofendon popullin sikur Çopërllavici, Garshanini, Ivo Andrisi kritikon popullin e vetë, quhen hajvani, quhen analfabet, mjaft me njerëztim. S'kem nevojë. Lumir Abdixhiku ka thonë që ka me rrit pensionet në 300 euro, ç'është ndjeni? Mos të rritin pensionet, popullin ta prekrahin, popullin dëshirën e popullit ta plotësojnë, mos të ketë ofendime mes popullit dhe përçarjen mes kombit tonë. Atë duam ne. Ne nuk duam tjetër se vetëm duam një unitet, kombi jon të jetë i bashkuar, të ecë përpara. Jo me ofendime nacion, sikur nacion armist shekullor neve. Me përkra LDK-n. Çka pritni prej Lumir Abdixhikut? Presim të natë mirat. Se nuk është i korruptuar, nuk është i shkelën, nuk e shkel popullin, nuk është hajnë nuk është, sikur ta edhe buks i thot buk, nuk i thot buks lep. Qështë të në atje në qyë. Lumiri u zotu, tha që brenda 12 mujve ka me obo rruga po do jevë Prishtinë. Qështë keni me pritjo këtë? Që ka bugjete banë, që jalon bugjetin, që jalon bugjetin është e këtë ajo. Me ta, më mirë me ta. Se marrin ka tash, se kanë në ndurë, si të bjen kë, me rakë, bëhet shumë mirë të nej. Se edhe për para konë mirë gjithë. Kena arë me votu e lidhen për Lumir Abdixhikun. Qa pritni për Lumir Abdixhikun? Presim gjithë shka edhe Lidha Demokratike është shtet formuese edhe besojmë ta. Gjithmonim konë me ta dhe do t'jem deri në fund. A jetani në Kosovë? Jo, në diasporë, për diasporë në arë. Prej cilit vend keni orë? Prej Zvicrë. A veni çdo herë sa janë zgjidhje? Çdo herë, sa herë që janë zgjedhjet. Qështë komentoni qeverisën e Albin Kurtit? Po, qeverisin e Albin Kurtit, besoj se me 28-in qytetarë do të vendosin a ta punu mirë apo jo. Po na si Lidhja Demokratike nuk e kem pëlqyer edhe aq fort, se shumë premtime ka bo, që s'ka mujtë edhe me realizu. E tash ta shohim. Më i miri do të fitoj. Se të marrë në të bëjmë të LDK-s për me i përkra. Se është vetë me partijë që ka prioritetet dhe manë fjallë. është që 36 vjetë jemi qitë partijë dhe nuk e ndrojmë. Se nuk ka manë të mirë për momentin, jo për momentin, po s'ka post asë njerë. Qështë komentoni qeverisën e Albin Kurtit deri tash? Shumë e dopt. Nuk e di, nuk ka po diçka që mund është bëmë burë, që ka fillu një projekt dhe ka përfëndu një projekt. Nuk e di që ka një projekt, prandaj populizëm, fjallë sa dush, hajni sa dush, pungull. Lumir Abdixhiku ka thonë që ka me rrit pensionet në 300 euro, që është ndijeni jo për këtë? Po na si pensioner një mirë, se do që t'jenë që t'i rritë, po të shohëm tash, pëse e mbojnë fjallë, nëse vinë pushtet, ka me konë që ajo, nëse shfitojnë atër është tjetër se së marët për tynë. Apo na të regëm se kjo arë sonte? Jam marë sonte se unë pelqajnë LDK-ja, jam i fanë si LDK-s, edhe veç që ka gabu që se kanë shti Agim Veli në listë, se Agim Veli është baba i kitë venit. Faleminderit shumë. Edhe një pyetje, Lumir Abdixhiku ka thonë që krejt trit që diplomojnë kanë me ishtim punë edhe kanë me pas paga deri në 500 euro. Ç'është ndihesh ti për këtë sen? Unë ndina shumë mirë, se unë pëlqen ke LDK-ja krejt, po veç që se kanë shti Agim Veli në listë, ka mu bo shumë gabim. Sa po thu? Se baba i kitë venit Agim Veli. Për Albin Kurtin 2 fjalë. Për Albin Kurtin 2 fjalë është më i kesë i kësaj bote.